me ta në stop, ky u shku jashtë me punu. Edhe unë e kom pas më pak probleme gjithë dikon që më përshtatët mu. Unë e kum bo në ndërkohë kong, kum bo kong me Kastrën, kum bo me do producenta tjerë që bëjnë muzikë, që në kong shumë të mira. Po stili jem, ta mon kështu që me kanë shumë aktiv edhe që shtojnë mësë mjë da muzikës, unë edhe kum pas dikon që rënë qështu në studio që kuptohën. Na pa të mbo studion tonë, kum bo dhe klipe për tjerë, filloj mësë marrë më shumë interesanta e pjesë, edhe në ma shumë dhe isha më një mu tjerëve, edhe ka nërë zbën mi pas krejtë. Unë du të me të mungu diqka që me pas atë dëshiren me bo. E kur filloj me të mungu sërish muzika, mas pauzës që e bune, në momentin kur ishe edhe tu i vjelë, si me thonë, të mirat e krejtë investimet që e ke po? E kum pas një moment në Zvicër, për ta shumë me kënu, edhe e nga pagu shumë mirë në atë kohë. Edhe u konë sala e malla, ashtu dola me kënu, në konë dhe indjeri shpat kasapi. Indjeri. Edhe... Që ditëshme me thona? Me halu mirë në qatë koncert, në konë dhe dikush populore, së më kujtohet, po në atë kohë shumë talava u bo shumë kësi trend, të më thonë, dhe ishke pa mundë me i përbalu. Në ti ke dalë, si estradës, kush do që u dalë në atë kohë, kam bo një aplaudim, brava, ma kur u dalë e mas teje, tani mo s'ka pas, unë nuk unë i ta mirë. Që ty ke moment të ku? Nuk unë i ta mirë si, të qysh, a i që këne mas neve nuk e njëfë ka skërkosh, po ideja ishke që ishke muzika talava që e kalli aty në krejt, na e bënëm tonën, edhe kam pasë, më nejtë që krejt që ke strada që përfëllim na, e kam pasë atë mini krize, po dikush ka ditë më adaptu ma letë, dikush ka fillu tani me u përshtatë pak me... Unë me profesional ekonomist, unë fillu edhe në punë tjera, edhe kështë që sështë që... Ama muzikën besoj e ke vëzhgu, si me thonë, e ke vëzhgu prej onash edhe prurjet edhe emrat e ri. A ka pas në moment kur, ose a ka sot një faraon të dytë, po themi? A e shetë dikush një potencial, ose sa do pak këtë humorin tënë, këtë sarkazmën tënde në për tekstet kongve dhe këtë stil që ti e ke pas? Unë nuk kisha thonë faraon të dytë, se nashta nuk i përshtatët, po ka pas këngëtarë që më kam provoku mu. Për shambull, edhe në pera më kanë testu që më ka pëlqy dhe kam këtë gjasha kështu, me tekste, me muzikë.